Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka shpalosur një agjendë 15 pikëshe në bazë të së cilës do të punonte një qeveri e unitetit e propozuar prej tij dhe e cila do të përfshijë gjitha partitë e tjera parlamentare. Duke e propozuar agjendën me 15 pika si mënyrë për të dalë nga ngërçi politik, Abdigjiku tha se qeveria e unitetit kombëtar nuk është zgjidhje e përhershme, nuk është më e mira e mundshme, por është përgjegjësia që ajo bart në vete domosdo përgjendjen e tanishme. Ai tha se kjo është një kontratë nderit mes forcave politike dhe qytetarëve për ta nxjerrë vendin nga kriza e tanishme. Agjenda e tij përfshin reforma kushtetuese, rindërtimin e partneritetit me EBE-n dhe SHBA-t, rritjen e pagave, si dhe zgjidhjen e krizës energjetike. Pikat e agjendës: funksionalizimi i institucioneve kushtetuese dhe depolitizimi i institucioneve të pavarura, rritja e pagave dhe zbatimi i ligjit për pagën, pako emergjente për menaxhimin e krizës energjetike, fillimi i projektit kombëtar për gazifikimin e Kosovës, rindërtimi i partneritetit me EBE-n dhe SHBA-t dhe rikthimi i politikës jashtme aktive, votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvendin e Kosovës, fillimi i procesit vettingut në sistemin e drejtësisë, fillimi i projekteve me rëndësi të veçantë për vendin, ndryshime kushtetuese në funksion të stabilitetit institucional, hartimi i strategjisë kombëtare për reformë të thellë në arsim, përgatitja institucionale për lojrat mesdhetare, reforma strategjike e sigurisë dhe mbrojtjes, rishikimi i formulës për buxhetin e komunave dhe ndryshimet e nevojshme, përgatitja për zgjedhje të rregullta dhe të lira demokratike brenda 10 muajve, mekanizmi i transparencës dhe llogaridhënies për periudhën kalimtare. Propozimi i Abdigjikut i paralajmëruar kohë më parë vjen pasi vendi është zhytur në një krizë politike duke mos mundur të formojë institucionet e reja as 4 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Kjo krizë vjen për shkak se asnjë parti nuk e fitoi shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme. Prej prillit deputetët janë mbledhur plot 30 herë në Kuvendin e Kosovës në përpjekje për konstituimin e tij që është hapi nevojshëm drejt krijimit të qeverisë së re, por kanë dështuar vazhdimisht pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje të kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk po arrin të marrë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentare. Për këtë LDK ka propozuar formimin e një qeverie kalimtare me të gjitha partitë parlamentare deri në zgjedhjen e presidentit të ri në prillin e vitit të ardhshëm. Vetëvendosja ka kundërshtuar këtë ide. Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se preferon një ekzekutiv me parti që mandatin e kaluar ishin në opozit. Një koalicion të tillë preferon edhe aleanca për ardhmërinë e Kosovës. LDK ka pasur ofertë nga vetëvendosja për të formuar një koalicion qeverisës, por nuk ka pranuar dhe Abdigjiku e përsëriti kundërshtimin e tij edhe këtë të enjte. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka përsëritur më 5 qershor se vonesa në konstituimin e Kuvendit dëmton kredibilitetin e institucioneve dhe përparimin e vendit drejt agjendës euroatlantike. Siç thekson në analizën e saj Rel, edhe përfaqësuesit diplomatik të shteteve të Kuintit, SHBA-t, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania, si dhe shefi i zyrës së BE-s në Kosovë janë takuar ditë më parë me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, duke kërkuar formim të shpejtë të institucioneve për të siguruar mirëqenien dhe prosperitetin e qytetarëve të Kosovës.